Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor tregon për numrin e muajve. Thotë Allahu xhaleshanuhu inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra. Numri I muajve sipas hanës tek Allahu xhaleshanuhu është 12. Minha 4 hurum. 4 prej tyne muajve janë muaj të shenjtë. E ato janë sipas me radhës se I marrëm Muharremi, do të thonë muaji I parë sipas hijretit, Rejepi që vjen I ndar tek dhe Dhulqa'da dhe Dhulhijja. Pra këto muaj janë muaj të shenjtë. Allahu xhaleshanuhu I ka shëjtru, normal do të thonë prej kur I ka caktu Allahu xhaleshanuhu këto muaj, se 12 muaj janë, edhe këto 4 muaj, prej kohës kur I ka kriju Allahu xhaleshanuhu qiejt dhe tokën. Prandaj thot Allahu xhaleshanuhu më pas, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Pra në këto 4 muaj mos I bëni pa drejtësi vetës tuaj asesi, sepse janë të shenjtë. Që do thot se muaji Rajab dallohet prej muajve tjerë se është edhe muaj I shenjtë, por është edhe muaj I bekuar, ku Allahu xhaleshanuhu tregon, domethënë normal në këtë ajetin kuranor se është I shenjtë, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban. O Zot, na I beko neve Rajabin dhe Shabanin. Wa ballighna Ramadan, dhe na I mundso që të arrijm Ramazanin. Pra këtu hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon se muaji Rajab edhe muaji Shaban, tash e kena fjala për Rajabin, ka një enigm, do të ka një sekret. Ai sekret është se Allahu xhaleshanuhu e ka bërë të bekuar dhe është lut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë muaj. Si e përmendëm, Allahumma barik lana, o Zot, na I bën mubarek, do më thënë na I shto të mirat, si në aspektin material, po ashtu edhe në aspektin shpirtëror. Tu dhja do më thënë I përfshin këto. Na I shto të mirat në Rajab, në këtë muaj që jemi ne. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua për këtë muaj, dhe normal se duaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e pranuar. Që do të thotë se prej neve kërkohet që ne të mundohena të përpiqena që të bëjmë adhurime, ibadete sa më shumë në këtë muaj dhe të largohena gjunaheve, sepse gjunahi në këtë muaj është I shumë fishuar. Siç është I shumë fishuar edhe sevap. Pra, ju e dini, o xhallarët pleq, dhe më thonë, u ka thonë xhamatit atëherë, se kur të hinë 3 muaj, dhe më thonë, ato që kanë bërë elbet edhe një gabim, dhe më thonë të kini kujdes, më bërë një gabime. Nuk du të përmendjat, për shemëll, dikush kush ka pi alkohol shemëll, në 3 muaj të kanë dalë. Kjo nuk është rregull,
me një aspekt, por me një aspekt tjetër, dhe më thonë, e ka respektu atë se Allahu Gjeleshanu e ka bo të shenjtë dhe mubarek. Dhe e ka bo që gjunahi në këtë muaj të jetë i shumë fishuar. Prandaj djetarët u kanë thonë të largoheni, jo se jashtë atyne të boni, po e ka të caktu me sa jashtë atyne, ama në këto 4 mujt, që Allahu Gjeleshanu, në më thënë, i ka bërë të shenjtë, në më thënë, gjunahi është i shumë fishuar. Duplo e kia te, gjunahi. Po këto hinë, po ashtu edhe muj i Ramazanit, me hadithet tjera të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra me fjalë tjera, muj Rajab është edhe i bekuar, me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe i shenjtë, me ajetin kuranor, ku Allah të lëshonu thot se 4 prej tyne janë të shenjtë. Pra ku qëndron enigma e këti muajt? Enigma e këti muajt qëndron në 2 gjëra. Dhe më thënë, ne në këtë muaj duhet 2 gjëra të punojmë sa më shumë, sa më tepër. Ajo është e kërkohet për neve, e dua, dhe bëjmë dua sa më shumë, lutje. Ne, për fat keq, mendojmë se duaja nuk ka efekt, jo, shumë efekt ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, e duau mukhul ibada. Duaja është thelbi i ibadetit. Duaja, thelbi i ibadetit. Prandaj, njeriu të bëjë dua, sidomos për njëri tjetrin, Allahu Gjeleshanuhu u përgjigjet atij me duajave. Allahu Gjeleshanuhu thot, ki robi im, bën dua për filanin, nuk ka ndonjë interes as pak, atëherë unë pse të mos i përgjigjem atij. Ai tregon mëshirë ndaj shokut të vet, ndaj vllaut të vet dhe bën dua, atëherë më udhës është normal që unë, Allahu Gjeleshanu thot, ti bëj mëshirë atij, kur ai robi, si rob, mundohet tregon do më thënë mëshirë ndaj vllaut të vet, atëherë normal do më thënë, unë thot Allahu Gjeleshanu, më shumë tregoj do më thënë mëshirë ndaj atij dhe prandaj u përgjigjet Allahu Gjeleshanu lutjeve. Pra, ne si ti lutëra Allahu Gjeleshanu për udhëzimin ton, për familjen ton, për fëmijët ton, të cilët ju e dini për fat keq janë të lanë pas dore. Ne i lindim, edhe pastaj mundohen asa do kudo pak t'i shkollojmë, ama i kina lanë do më thonë pas dore. Va kina lanë të tjerve që ata ta edukojnë fëmijën tonë. Ja kina lanë televizorit, fëmijëve, apo ja kina lanë mobilit. Mon mobil më bëjmë mobil, por për fat keq edhe në televizor. Unë për shembull tash më shumë ka rasti ti shoh me do fëmijë do më thënë nipna që i kam, i shoh se çfarë filma vizatimor paraqesen të vetë. Kretë katastrofja. Kurse për fëmijë, a degenerim për moralin e fëmijës. Degenerim. Për shembull ato gratë që i nxjerrin atë në madhon kretë janë vizatimor, anë si vendet e turpshme i shpalojnë. Edhe normal e kanë bërë do më thonë se ato do më thonë mund dashurohen, mund këtë mund diçka në prekën, andi këtë, do më thonë në moshë kur ai nuk duhet ato gjëra t'i boje, ai i shef si normale ato. Bash shiqoni, se unë e kom shiqu me si kritik, besoni se do më thonë vërejtje plot ka. Vërejtje plot.
A ne që ka bëjmë normal janë shumë kids t'i venë që i gjuhë thonë atë e me, po atë une, si i ka ne emnat, më thonë për fëmi, a dhe atë e do më thonë, gjithë ditën vëtëm që so punësh. A edukata islame kumbet, kur gjo, zero. Nuk ka për edukatës islame atë kur gjo. Prandaj, duhet ne t'i lutën Allahu Gjereshanuhu edhe të mundohen përpiqen që fëmijët tanë mos i lëmë dorën të tjerëve. Se të tjerët pastaj do t'i edukojnë sipas dëshirës së tyre. A parimet islame kërkojnë ndryshe që të edukohet fëmiu jonë, që pastaj dalë të thonë njeri i shëndosh. Besoni se edhe pak më të qedhe dhe nxjerrin edhe filma i dini domethënë për atë pjasedore që janë. Edhe normal domethënë. Prandaj ne duhet përpjekje të bëjmë, Pra, duaja është shumë e rëndësishme edhe ta kujton se gabimi je, se duhet tërhiqesh për gabimit edhe të ngjashme. Pra, kjo të më thënë në 1, në 2, thot në ketë muaj ne duhet kërkojmë edhe të mundohena të shfaqim veprat më të mira që mund t'i bëjmë. T'i shfaqim për Allahu Gjeleshanu punët sa më të mira. Sepse në këtë muaj, Allahu Gjeleshanu shiqon edhe pastaj i shumëfishon ato të mirat. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka thonë, barik lena fi Rajaba. Ne i bën të shumëfisht rëskin, lutjet, gjërat që duhet realizohen në jetë, ne i shumëfishoj ja Rabbi. Pra, edhe ne, çka duhet shfaqim? Pra, duhet i shfaqim veprat më të mira, duke u ndihmu të tjerëve, duke bë punë të mira, duke i kërku se ku janë ata njerëzit që janë të nevojshëm. Besoni se edhe këtu të ne ka njerëz të cilët, domethënë nuk ka ku të flene. Tokë, ka. Edhe të ne duhet i kërkojmë ato njerëz. Sepse normal domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë një person, një musliman i cili rri, qëndron natën fjetur i ngopur, ndërsa vllau i tij është i unët, ai nuk mund të jetë besimtar i sinqert. Nuk mund të jetë besimtar i sinqert. Neve ku në ka shku ndërmend se elhamdulillah që sofra ime plot është e mbushur. Pa më sofra e dikujt i filanit e filanit, si është? A i kina qu, dërise? Jo, atër në më thonë, nuk është regull me besimin tonë diçka. Allahu Gjeleshanu në bëf për atyre që do të mundohen në regjem të shfaqim ato punët e mera, iniciativat e mera, që Allahu Gjeleshanu në shpërlej sa më tepër, ela in ahsan kelam, u ablaga nidham, kelamullahi l-Melik l-Aziz il-Mannan.